Me nisjen zyrtare të sezonit turistik, qarku i Lezhës po përbadhet me një rritje të ndjeshme të qarkullimit të automjeteve në të gjitha akset kryesore rrugore, duke sjellë trafik të rënduar dhe në disa raste bllokim total të qarkullimit. Kjo fundjavë me temperatura të larta solli dyndje pushuesish drejt Bregdetit e po rrjedhoi kaos në lëvizje, kryesisht në aksin Milot-Lezhë, një prej rrugëve më të rëndësishme që lidh pjesën qendrore të vendit me zonat turistike të Shëngjinit, duke krijuar jo vetëm shqetësim për drejtuesit e mjeteve dhe pushuesit, por edhe pengesa serioze për lëvizjen normale të banorëve lokal. Ky është vetëm fillimi një trafiku të rënduar që pritet t'i shoqërojë rrugët që përshkojnë qarkun e Lezhës gjatë muajve të verës, pasi këto akse janë të ngushta dhe mungojnë rreth rrotullimet, duke mos e përballuar fluksin e lartë të automjeteve, pavarësisht angazhimit maksimal të policisë rrugore për të krijuar lehtësi në lëvizje. Ndërkohë, për situatën e krijuar, ka reaguar dhe deputeti i zgjedhur i Partisë Demokratike në qarkun e Lezhës, Gjin Gjoni, i cili përmes një statusi në rrjetin social Facebook ka akuzuar qeverinë për braktisje të qëllimshme të kësaj zone me potencial të jashtëzakonshëm turistik. Ai thotë se zgjerimi i shumë përfolur i rrugës Milot-Baldren ka mbetur vetëm një mashtrim i radhës nga ana e qeverisë, ndërsa qasja drejt Shëngjinit, një nga destinacionet më të rëndësishme bregdetare, është bërë gjithnjë më shumë sfiduese.